Zoti Merkoçi, si e shikoni fatin e Partisë Demokratike në 4 vitet e ardhshme, a do duhet të riorganizohet dhe të nxjerrë figura të tjera të reja, apo do të vijojë me këtë lloj konflikti të brendshëm dhe me këtë lloj autoriteti që do të përqendrohet vetëm te figura e Sali Berishës? E para gjë është që Partia Demokratike, me që Sali Berisha e ka shpallur si parti të qendrës, do të thotë para gjë që duhet bëj Partia Demokratike duhet të shkëputet nga qendra. Duhet të kaloj partia e djathtë. Duke për të kaluar partia e djathtë, të paktën më minimale duhet të zbatojë statutin. Në statut Partisë Demokratike është sankcionuar që duhet të funksionojnë fraksione, po jo fraksione për ti emëruar Sali Berisha që ti je fraksion, ky është sepse edhe këto burgosurit pronarit të cakto Berisha, ky do ta përfaqësoj, ky do ta përfaqësoj. E kupton? Jo. Qofse është kështu, është e vdekur. Por nëse do hapet partia dhe të krijohen fraksionet brenda partisë, fraksione natyrale, se fraksioni krijohet në bazë të kontributeve, në bazë vlera, në bazë të asaj çfarë jep. Dhe ajo që është kryesorja pastaj është që të paktën nëse Berisha do ta lej partinë si një parti e djathtë ashtu siç e ka marrë në fillim, se tash në fillim ne jemi ngritur për një parti të djathtë, jo parti të majtë, dhe e majtë aty ishte. Të paktën më minimalisht, të paktën duhet ta filloj me kryesinë e partisë. E gjithë kryesia e partisë duhet të largohet. Pa përjashtim të asnjërit. Dhe ajo që unë thash edhe në një emision sot mëngjes kur isha, duhet bëj një kuvend kombëtar, por jo me militant, jo me këto figura që kur del Sali Berisha përplasin durët, por me njerëz të cilët kanë kontribute, kanë vlera, por që pikërisht këta njerëz që sot marrin mandatet e deputetit nuk i kanë lënë dhe nuk i kanë lënë që të afrohen në Partinë Demokratike. Sepse kam pas hallin, nëse do vinë këta, ne nuk kemi vend më në këtë parti. Dhe kështu që ky kuvend do bënte një risi për Partinë Demokratike dhe vetë Sali Berisha, për të pranuar dhe ai vetë. Nëse nuk do ta pranojnë pastaj dhe nuk do, kjo është problem tjetër, pastaj nuk e di. Por nëse nuk bëhet kjo, pra të thirret urgjentisht një kuvend kombëtar, dhe jo me 1000 vet, jo me 10.000 vet, jo me 20.000 vet, jo me 5.000 vet, sikur edhe 50 vet, edhe 100 vet. Po figura, njerëz me reputacion, jo servil. Dhe të dalin dhe ajo që ka nxjerr ai kuvend me 50 vet, nuk ka rëndësi numri, ajo tjetë programi, ajo tjetë rruga e Partisë Demokratike. Nëse Sali Berisha e bën këtë, do ngel. Nëse nuk e bën, do vazhdoj kështu. Më zika për Partia Demokratike. Zika hikën se politikisht nuk kam më asgjë se ç'a bën, ç'a prodhon. Se për sa kohë nuk ke përfaqësim në kuvend, nuk ke përfaqësim. Politik flas gjithmonë, se janë 50 deputet aty, marrin rrogën, kjo nuk është përfaqësim. Kështu që rruga e vetme është kjo. Nëse e bën edhe këtë kauzën e kam hedhur para një viti, nuk e pranuan, prapë është kjo kauzë, qëndron. Nëse ai do ta bëj, do ngelet. Paktën do t'i bëj një të mirë Partisë Demokratike janë radhë parë, dhe vetes vetë. Për të pranuar që këta njerëz që janë këtu nuk janë as politikan, as qytetar. Se ka dhe ndjenjë qytetaria njeriu. Kur e shef që humbet një gjë, hap krahun, vit tjetër ta bëj më mirë se sa unë. Nuk jam unë i përjetshëm. Kjo karrige nuk është i shtëpisë time. Unë e kam marrë karrigen për të përfaqësuar. Ta në vend që përfaqësimin ta quajnë heqje të privilegjeve të njeriu, këta e quajnë shtim privilegji. Shtim privilegji. Të qenë deputet ta quajnë privilegj, nuk e quajnë detyrë. Që ti more këtë tash dhe duhet të jesh tepër korrekt,
duhet heqësh nga vetja. Nuk e quajmë kështu. Prandaj them, nëse Sali Berisha do vazhdoj të bëj mitingje, do vazhdoj të dalin nëpër media të nxjerrë këta parapolitikanët, të nxjerrë atje, e tallen gjithë gazetarët. E thot ai, nuk jam më mish ngrënës unë, po jam vegetarian. E kupto? Mene, ta kthesh mene 24 orëve, fjalë. S'ke dignitet, s'ke personalitetin tënd. Kështu që unë prapë ngele me atë, qofse nuk thirret një kuvend me njerëz të cilët kanë kontribuar Partisë Demokratike, se s'kan qenë funksionar të Partisë Demokratike. Po kanë kontribuar, kanë vlera, kanë këtë. Partia këtu qëndron forca partisë, kur ti evidenton dhe thith njerëz. Jo kur ti i shtyn. Se do të rri flamur noga gjithë jetën aty. Se s'ka dhënë asgjë, se po t'japi dakord. Po s'ka dhënë gjë. Nuk është Merkel, jalla. Më vjen keq. Ose se bën këtë. Tash, për mu, në politik, Partia Demokratike nuk ka më asnjë lloj force. Është vdekur politikisht. Kush mendoni se Nëse do të ringrihet është një formë, mund të ketë njerëz të tjerë, të cilët japin opsione të tjera. Unë alternativa ime si person, si njeri që jam themeluesi i kësaj partie. Unë them të më lidhet një kuvend, të diskutojë, dalim një platformë partia dhe të vazhdojë rrugën e saj. Nëse do ta bëjnë. Por gjithmonë për të shkuar tek e djatha dhe e djatha konservatore, sepse vetëm e djatha konservatore nuk ka ekzistuar për 80 vjet në Shqipëri. E di si janë këta sot, se ndoshta dikujt mund i duket edhe pak idiotizëm kjo që i them që ka vdek politikisht. Kjo është e barabartë në vitin 46. Në vitin 46 Partia Komuniste në zgjedhjet e atij viti doli një grup deputetësh me 10-15 deputet, të cilët ishin elita e vendit. Jo intelektuale, se këta përdorin fjalën intelektual, unë përdor fjalën elit. Tu dallojmë shumë pastaj njëri me tjetrin. Por elita e vendit. Dhe ç'a ndodhi? Dhe mas një viti, ai i pushkatoi, i vrau, i internoi, i bëri, e shpërbëri. Atë. Dhe e njëjta situatë është. Sot nuk të burgos, nuk të vret, nuk të pushkaton, nuk të internon, po të ka lënë të vdekur politikisht aty brenda. Kaq. Pra e njëjta situatë, po me një formë tjetër, më të moderuar, flasim. Sepse për shpirt ta na kishin vrarë, na kishin pushkatuar, na kishin internuar prapë. Po jo, vetëm si le ligji, si le ajo, se për shpirt na i kishin bërë atë, mos u bë më. Si mendoni pra, kauza ime ngelet kjo, thirrja një kuvendi mbarkombëtar për të nxjerrë edhe një herë, domethënë nuk do ta quaj themeli, por për të nxjerrë edhe një herë partinë nga bataku Kukara. Kaq.